kontrata 30 ditore që ta ndryshon jetën. Paramendoni nëse njerëzit me zvete lidhin kontratë për ndonjë biznes apo tregti që ata duan ta bëjnë. Ata duhet t'i përmbajnë kushteve të cilat i kanë vendosur ndaj njëri tjetrit, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: el muslimuna ala shurutihim. Muslimanët i përmbajnë kushteve që ja kanë vendosur njëri tjetrit. E çfarë mendon nëse kjo kontratë është mes njerëzve? Çfarë mendon nëse ti lidh kontratë me Zotin e njerëzve i cili është bujar? Atëherë ti pa dyshim që duhet t'i përmbash kushteve edhe më shumë, nga se ti po lidh kontratë mes teje edhe mes Allahut të lartësuar. Muaji i Ramazanit është muaj kontrate që ti duhet t'i përmbushësh kushtet e Allahut të lartësuar. Duhet të agjerosh këtë muaj me sinqeritet, me po para agjerimit duhet edhe të falësh, t'i falësh 5 namazet me njerëzit në xhami. Duhet t'i falësh edhe teravit me muslimanët në xhami. Kështu që kur të dalësh prej këtij muajit, të dalësh duke i përmbushur kushtet që Allah i lartësuar i ka vendosur për këtë muaj. Kështu që thuaj: o Zot, këto 30 ditë po i bëj kontratë mes meje edhe mes teje, që të dalë prej këtij muaji më i mirë, më i pastër, larg mëkateve edhe më afër teje. Kështu që dëgjoj këtë këshill nga unë, nga se me lejnë Allahut ti do të jesh prej më të mirëve. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.